Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se përdori fondet e buxhetit shtetit parashikuara për raste fatkeqësisht natyrore për të mbështetur një aktivitet privat, si koncerti Kanye West. Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama po e trajton buxhetin e shtetit si llogarinë e tij personale bankare. Për $4 milion, 4 milion euro, të marra nga fondi emergjencës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri për një këngëtar, por bën në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare, por Edi Rama ka shtruar fondin rezervë në llogarinë e tij personale. Berisha komentoi samitin e NATO-s në Turqi duke hedhur dyshime se samiti i ardhshëm mund të mos mbahet në Tiranë. E vërteta është që në samitin e parshëm për 2027 ishte caktuar Tiranë, por ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshme. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër. Dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha dënoi ndalimin në pikën kufitare të 3 deputetëve të koalicionit partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Vlen. Sipas Berishës, ky akt dëmton marrëdhëniet mes dy vendeve tona.